kjo fazë ka fillu, për shembull, ja kam nisë pas pari mu mirë me shoqata humanitare këtu në Amerikë. E pastaj lindi ideja, thashë edhe mëse më shkojmë në mu edhe fëmijëve në Kosovë. So shkolla që më inkuadru mas pari ka qenë shkolla për parime në Prishtinë. Domethënë është një shkollë për fëmijë me nevoja të veçanta. Edhe ato kemi punuar me ta për një 2-3 vite, pastaj kemi shku edhe të shkolla Nën Tereze në Mitrovic. Edhe shkolla e tretë është shkolla Lef Nosi në Prizren. Ideja ishte që për shembull se unë poshtë të shkolla nuk ishin pajisjet fitnessit, se unë këtu karriera ime është si trener i fitnessit, edhe me kickbox, edhe poshtë që këta fëmijë për shembull në këtu shkolla s'kishin pajisjet mjaftueshme, më inkuadru fitness. Edhe këta mjekt thonë që për shembull nëse fitnessi është i mirë për fëmijë me në këto gjendje. Edhe thash, dhe me thonë që e kam marrë iniciativën, me ngritët holla, edhe me boshtu mënyrë bëmërsie, me blej mas shumë disa në fitnessit, po ma bon kemi blej edhe dhe vegla muzikore, pajisjet të skimit, se këta kanë konkuru, këta shkollës për parimi kanë konkuru edhe në Olimpiad, edhe kështu. Po, zoti Shaip, ju ke ndihmuar jashtëzakonisht shumë një shpirt të jetë human, le të themi dhe të përgëzoj për të gjitha këto aktivitetet të cilat besoj se duhet të jenë shembull për shumicën prej nesh, sepse janë persona të cilët kanë nevojë dhe patjetër se një ndihmë sado e vogël mund t'ju shërbej dhe mund të bëjë një ndryshim sado pak në jetën e tyre, por ti je marrë me sport vazhdimisht, por para disa viteve pa kujtu, siç më ke thënë, a ditë kur bisedua, me ke marrë një lajm i cili kishte të bënte direkt me shëndetin tënd. Pra, 97% e qelizave tua ishin të prekura nga kanceri. Ashtu. Unë kam qenë një njeri shumë i shëndetshëm, do të thonë, kur kam smu për shembull, edhe njerëzit që kanë thirrë për shembull një herë këtu thënë sick day, do të thonë që s'mund të më shkon punë për shkak që s'jën një mirë, unë s'kum pasur se dish asnjëherë një time. Të vetëm ditë që kam marrë kështu prej punës ka qenë për shembull kur kam shkuar në udhime, se atë kam dëshirë me udhëtu shumë. Në Kosovë po dhe në vizë të tjera të botës, edhe kështu që me 19 shkurt, në 2024, parapritje pa këtu si stelethi, e mora diagnozën për kancer, konkretisht ishte leukemia akute, edhe njerëzit thanë që këtu për shembull këtu s'tam shefin, tregojnë drejt, edhe thanë që adin shancat nuk janë shumë të mira, edhe po ma bën një tha get your ducks in order. Këtë do me thonë që adin shka, adin rregulloj kaj dokumenta që e ki adin që kina e shka, kuna do me lanë adin që kina e pasërmija që po dio, ne? Edhe do me thonë që gjenja ishte shumë serioze, edhe keq që me thonë si një dënim me vdekje. Për mua dhe jam i sigurt që për çdo pacient, për çdo person që ka kancerin, kur dëni lajmin për herën e parë, kështu ndihet, jam 100% i sigurt. Po ishtina me thash qëre, atëheri po tha 45 vjet, thash e kom jetu një jetë mirë, apo e kom pas punën për qefi, kom pas familjen e mirë, i kom ndihmu njerëzve sa ku mujt, kom udhëtu, edhe thash nëse ka ardhur po adin me shku, adin thash, adin ditën e mirë. Po deshti Zoti që adin ende jam këtu, sfidat nuk kam përfundu komplet ende, po jemi ende të ballafaqur me këto dhe do me thonë që çdo muaj, çdo vit që jam i gjallë, do me thonë shancat rriten që edhe me jetu për një komë të gjallë.